do flasim pak për raportin e Reporterëve pa kufi, ku në fakt, sipas raportit, fatkeqësisht Shqipëria ka bërë regres krahasimisht me vitin 2024, ku në vitin 2025 ka një rënje me 3 pikë dhe renditet e 83 nga 180 vende. Raporti i Reporterëve pa kufi, ashtu siç edhe pritej për të vërtetës, e ka riditur Shqipërinë në vendin e 83 duke zbritur me 3 vende. Gjetjet e Reporterëve pa kufi janë tepër shqetësuese, pasi është rradh në vendet e rajonit, aty përmendet në mënyrë eksplicite kërcënimet që vijnë gazetarëve nga njëra anë nga ndërhyrjet politike dhe nga ana tjetër nga krimi organizuar. Po ta shikoni raportin, pra thuhet në mënyrë shumë të qartë që krimi organizuar kërcënon gazetarët. Ka tregon kjo tregon një situatë të vështirë në të përballen gazetarët në punën e tyre të përditshme, ku krimi organizuar tani nuk ka kontakte të gazetarëve. Ka krimi organizuar i di kush janë gazetarët dhe i kërcënon dhe i intimidon ato. Gjithashtu një tjetër shqetësim që ne kemi përmendur dhe dim për vitesh është padyshim produksia e mediave, e cila e bën situatën e vlerësisë së mediave të brisht në Shqipëri. Çfarë do të thotë kjo? Pra, kjo tregon që shumica e donave të mediave që kontrollojnë tregun mediatik dhe kanë audiencë më të madhe, janë gjithashtu të lidhur me kompani të ndryshme biznesi dhe kanë përfituar kompani të ndryshme biznesi, të cilët përfitojnë kontrata nga qeveria, pra kontrata publike nga qeveria dhe institucionet e tjera lokale. Padyshim pasiguria jetëshimit të gazetarëve është pasiguria e vendit të punës dhe pasiguritë ekonomike që lidhen kryesisht me respektimin e kushteve të punës, respektimin e kohës të punës dhe padyshim në mënyrën se ti paguhet gazetarët, ku shumë media fatkeqësisht edhe media të mëdha janë të paguar gazetarët në bil borderor, nëse mund ta quajmë në shtuka, nga njëra anë gjysma e pagës kalon përmes bankave dhe nga ana tjetër gjysma e pagës i jepet kesh në dorë. I rritur pikpyetja të mëdha se nga vijnë këto para, kush është burimi i këtyre parave. Por në këtë mënyrë edhe gazetarët bëhen vulnerabël pasi vjetet e financimit për realitetin e tyre të përditshëm janë mjaft të paka dhe të padetajuar. Si ndikon kjo më pas tek liria e mediave, sepse një problematik tjetër është edhe financimi i paqartë edhe i mediave online, i portaleve, që në fakt tani janë të shumta në numër dhe asnjëherë nuk dihet burimi real i të ardhurave. Si ndikon kjo pastaj edhe në informimin më të mirë të publikut, për një informim të saktë, të pavarur? E para duhet të theksojmë që portalet e mediat online nuk janë shqetësim kryesor në Shqipëri. Për faktin që 50% e audiencës kontrollohet nga mediat e mëdha, kryesisht nga 3-4 media kombëtare, ku burimi të ardhurave të këtyre televizioneve nuk dihen. Mendoj që nuk mund të diskutojmë për shqetësimin për portalin, sepse portalet online janë kryesisht me aktivitet shumë të kufizuar. Shqetësimi kryesor që ndodh tek televizionet të mëdha dhe tek kompanitë e mëdha mediatike, ku edhe ato që faturojnë miliona euro në ditë. Dajnë duhet të pikërisht burimin e financimit të këtyre të televizioneve dhe kompanive të mëdha. Pastaj nëse ne kemi ndikuar këtë, mund të flasim për portale që kanë audiencë shumë të vogël, shumë të kufizuar, por edhe mjetet financiare me të cilat veprojnë janë të kufizuara. Pra nuk mund të flitet për miliona euro për portale, pra janë shumë të vogla, të cilët nuk janë edhe aq shqetësuese do të thonë për tregun sa janë edhe mediat e mëdha. Cilat janë format më të shpeshta të korruptimit, të përpjekjeve për të korruptuar gazetarët apo të formave më të shpeshta të kërcënimeve të gazetarëve? Sepse besoj ju si asociacion duhet të keni një raport, të paktën nga raportimet që kanë ardhur gazetarë, edhe për te atyre që janë bërë publike dhe ato që kemi parë, sepse mbase mund të ketë gazetarë që thjesht i raportojnë, por nuk e bëjnë mediatike. Padyshim jemi në kontakte të përditshme me gazetarët anë banë Shqipërisë. Forma më tipike, forma më e zakonshme e kërcënimit të gazetarëve duhet të theksuar është që vjen përmes vetcensurës. Por gjithashtu ka një pyetje që nuk është presion vetcensura. Në fakt vetcensura është presion më i madh që i bëhet gazetarit, sepse çfarë do thotë vetcensura?
gazetari nuk raporton live, kur e di që onaj ka një ditë tjetër editoriale me ata ose ka një qëndrim ndaj gazetari nuk e marrë në ditën fare ta raportojnë në redaksi të qartë në një farë mënyrë e fshehtë lajmin, duke e ditur çfarë do të transmetohet kur. Pastaj kemi dhe forma klasike, padyshim ato të drejtë që vijnë gazetarët nga politikanë të caktuar, qoftë nga qeveria apo qoftë fatkeqësisht edhe nga opozita, ashtu siç ne kemi pasur gjithë tona, por siç raporteve pa kushti e saktëson që gazetarët funksionojnë si nga majoranca ashtu edhe nga opozita. Pastaj kemi format e të avancuara, siç është rasti i gazetarit Sami Curi, i cili para disa ditësh shkruaj makina në Bulqi, kemi mesazhe telefonike nga biznesmen të ndryshëm drejtuar gazetarëve, por edhe me mend të krimit të organizuar që kanë komunikuar dhe janë përpjekur për të intimiduar dhe kërcënuar gazetarët përmes mjeteve elektronike. Ndaj mjetet e gëzimit janë të shumëllojshme në varësi të aktivitetit që ushtron gazetarët. Rreziku më i madh vjen nga kërcënimet e politikës apo nga krimi, të paktën me atë që mbaq sa e njihni juve tregun mediatik. Domethënë kush është rreziku më i madh? Unë besoj që politika ka një ndikim të jashtëzakonshëm dhe është rreziku i madh për shkak se retorika e politikës është në të gjitha kohët e tjera për të bërë kërcënime. Ta nëse ne kemi nga një anë kryeministrin e vendit dhe nga ana tjetër liderin e opozitës, të cilët kërcënojnë dhe intimidojnë në mënyrë të vazhdueshme gazetarët dhe mediat, atëherë çdo shtresë përfshirë anëtarët e timit të organizuar, faktikisht që nga normale të kërcënohen gazetarët ose një media. Ndaj ne këmbullim që politika duhet të mbajë distancë të jashtëzakonshme me gazetarët dhe me media, duke mos kërcënuar, duke mos intimiduar. Dhe padyshim është tepër shqetësuese që anëtarët e krimit të organizuar kërcënojnë gazetarët dhe padyshim që kjo është shumë e rrezikshme. E qartë. Para disa javësh, në fakt më shumë se sa një muaj, ju dhe gazetarja tjetër Ambrozia Meta në fakt ishit edhe pre e një, po themi, le ta quajmë sulm nga kryeministri Edi Rama, i cili përjashtoi përgjithmonë nga konferencat kolegen Ambrozia Meta dhe më pas ju nxori edhe juve jashtë duke menduar që ishte një reagim i sinkronizuar. Sa të cënuar ndjeni ju, domethënë në momentin që jeni aty përballë kryeministrit gjatë mbulimit të konferencave? Unë personalisht nuk thosha që ndjehemi kërcënuar nga ose individuar ose impresionuar nga Zoti Rama në konferencën politike të shtyp. Ajo është vetëm një nga politikanët që unë ndjej në konferenca të shtyp dhe unë mjafton të bëj detyrën time, ta dëgjoj Zotin Rama me parashikimitin dhe më pas të bëj për tema që i interesojnë shqiptarëve. Veprimet e tij në raport me media tani më janë të njohura, pothurisht janë të dënuara nga organizatat e medias brenda dhe jashtë vendit dhe nuk më shqetësojnë në raporte personale, po padyshim që janë shqetësuar për klimën në të cilën Zoti Rama dhe anëtarë të tjerë të qeverisë vendosin të qasen mediave ku informacionet nga ministria janë shumë të paga pa informacionet që duhet të jenë publike. Ne kemi shumë pak qasje në dokumente zgjedhore dhe në dokumente të rëndësishme, siç për shembull marrëveshja që kanë nënshtruar në kryeministri para pak ditësh me Greqinë dhe me Shtetin e Bashkuar të Amerikës, për $6 miliardë financim të një projekti në mundim asgjë për një projekt pavarësisht që vlera është sa 80% e buxhetit të Shqipërisë për vitin 2026. Nuk më shqetësoj mua dhe nuk më shqetëson as pak në raport personal në këtë rast, sjellja e Ramës me mua ose shkarjet e tij të qastit që ka me një gazetar të caktuar. E qartë. Në fakt ka se ju e përmendet edhe më sipër që së fundmi gazetari Sami Curi ka rënë pre një sulmi për djegjen e automjetit. Në opinionin publik u hodh tani këtu dalim jashtë raportit në fakt dhe po aktualizojmë pak. Më pas në opinionin publik u hodhën edhe disa teza që mbase këto mund të jenë edhe
mjete për të përdorur azil, siç janë përdorur edhe në raste të tjera. Nuk e di, ju të paktën më aq sa e njihni çështjen si qëndron situata. Apo ndihni ka nisur një hetim si po veprohet me rastin? Çamisuri është një gazetar më të mirë që kemi në rrjete, një gazetar më të mirë lokal, i cili ka zgjedhur për të qëndruar në fuqi për të raportuar çdo ditë për shqetësimet e komunitetit të vogël të fuqizës. Është një gazetar profesionist dhe i shkëlqyer. Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë, së bashku me organizatat partnere, së bashku me përfaqësues të ambasadave të huaja dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, të bëjë për herë të parë për juve, do të bëjë një vizitë ditën e hënë tek zoti Culli dhe më pas do të vizitojmë, do të takojmë prokurorinë të Shkupis të Dibrës së bashku me policinë dhe organet e tjera shtetërore për të këmbur për një hetim sa më të shpejtë sa më të plotë të rastit. Kjo tentativë për ta zhvendosur sulm, nga një sulm ndaj gazetarit Samit Culli, ndaj Qeverisë së Shqipërisë dhe Qeverisë së Mediave, është një tentativë për të delegjitimuar gazetarët dhe mediat në përgjithësi dhe jo vetëm Samit. E qartë. Doja të pyesja pak edhe e përmendim edhe pak më sipër pjesën e autocensurës. Shpesh në fakt ngjarje të ndryshme apo ka patur kërcënime të ndryshme edhe ndaj edhe intimidime ndaj gazetarëve kryesisht që mbolojnë kronikën e zezë. Ata që mbolojnë spakun për bashkëpunime me krimin apo për rishfete të ndryshme, apo domethënë janë akuzuar për që marrin para që të mos nxjerrin një çështje të caktuar, apo ka patur hetimime siç ka qenë në rastin e zotit Artan Hoxha nga SPAK që janë thirrur. Nuk e di sa dëmton kjo median edhe e para gazetarët mund të thirrën në prokurorinë, mund të thirrën në prokurorinë e zakonshme, mund të thirrën në prokurorinë e posaçme dhe mund të pyeten për rrethana atë ngjarje të caktuar dhe kjo nuk përdon asnjë problem. Që nga momenti kur ngrihet një akt akuz ndaj një gazetari, ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm e para duke i bërë thirrje organeve dizbatuese, prokurorisë dhe më pas edhe gjykatës që do ta trajtojë këtë çështje, për të qenë të drejtë, për të qenë sa më profesional për sa i përket ngjarjeve në kontakte të fshirë gazetare. Por, që në momentin kur vërtetohet që një gazetar mund të jetë i përfshirë në një aktivitet të paligjshëm, atëherë nuk kemi të bëjmë më me gazetari, kemi të bëjmë me thyrje të kodit penal, me thyrje të ligjeve vontaze dhe kushdo qoftë do të bëhet për përgjigjes përpara ligjit, përpara gjykatave tona. Unë nuk komentoj për raste të përveçme, sepse janë të gjitha në hetim dhe uroj shumë, unë i bëj thirrje edhe përmes jush prokurorisë së posaçme për të trajtuar të gjitha rastet kanë të përfshirë gazetarët me delikatesë të madhe, me profesionalizëm dhe çdo ka ndaj tyre të jetë për të dyshimit të arsyeshëm.